Territori shqiptar për datën 4 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në reliefjet malore e gjatorëve të pasdites priten vranësira të lehta kalimtare, kryesisht në juglindje, por pa reshje domethënëse. Temperatura do të shënojë një rritje të lehtë duke rikthyer mot tipik veror. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 17 deri në 31 gradë Celsius. Peshkopi 16 deri në 29 gradë. Tiranë 19 deri në 34 gradë. Durrës 24 deri në 31 gradë. Kavaj 23 deri në 31 gradë. Elbasan 20 deri në 34 gradë. Berat 20 deri në 34 gradë. Korç 13 deri në 27 gradë. Vlorë 23 deri në 31 gradë. Gjirokastër 17 deri në 33 gradë. Sarandë 23 deri në 31 gradë Celsius.